Pra këtu jemi, niveli i mediokritetit, i banalitetit është i tillë që nuk ka vend më edhe për ata që mund konsiderohen intelektual për të futur e për të garuar me këta të tjerët. Se kjo është një pyetje që bëhet me moral të natyrshëm, që ore, ku janë njerëzit e aftë në këtë vend? Pse nuk marrin ata iniciativë? Pse nuk marrin kurajo? Po si mund të përballesh me këtë njerëz që gjithë ditën ka një telefon dorë dhe bërtet rrugëve rroft liderim? Është e pamundur ti garosh. Përballesh me këta, as mund të përfshihesh me këta, po me sa duket dhe as nuk mund të konkurosh në kuptimin të krijosh ndoshta një vatër të re, po themi parimore, sepse edhe kjo është pyetja. A nuk i keni ju 5 shok të bëni bashk për të ofruar një vokacion tjetër në politik, konkretisht ju? Sepse ky vend ka djemt të zot, ka djemt të ndershëm, ka djemt mirë edhe vajza patjetër. Mirë po duket sikur nuk janë kërkuar, nuk e di, nuk kanë guxim, nuk kanë hapësirë, nuk kanë mundësi. Pra, si është situata po themi në këtë perspektivë? Po mbetemi prapë të metafora e gastorit o borrit. Shkojmë ne të dy dhe i bëjmë filozofi popullit, vjen gastori edhe bën cirk. Po padyshim që populli do kënaqet me gastorin dhe thotë shna lodhni ju të tjerët. Dhe është shumë e vogël, është e destinuar pjesa më e madhe e popullit që të jetë e tërhequr nga gastori. Dhe niveli banal i politikës që po ndodh këtu, në perëndim nuk ndodh në mënyrë kaq banale, në shumicën e vendeve, por ndodh duke shkuar tek ekstremet, po shkojnë tek partitë ekstremiste votuesit. Atje nuk ka akoma, për shkak ndoshta të nivelit kulturor, nuk ka akoma një rënje të nivelit të retorikës politike në banalitet. Po ndodh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po atje mund ndodh çdo gjë në çdo kohë. Në Europë, në pjesën e Europës perëndimore apo në vendet e Azisë ose lindjes largët, nuk ndodh që të ulet niveli politikës në banalitet. Nuk ndodh. Nuk ndodh sepse kanë një kulturë historike të trashëguar, një nivel që e kanë ruajtur me kalimin e kohës dhe sidomos një nivel i cili është mbrojtur duke pasur parasysh që ti çon në parlament atë që është më i shkolluari dhe që përveç kësaj ka treguar që ka pasur një sukses në jetë.